Mirë mbrëma të nderuar. Skena politike shqiptare po shkon drejt konsolidimit pas vendimit të koalicionit vlen për shkrirjen e një subjekt të vetëm. Por votuesi shqiptar vazhdon akoma të mbetet i befasuar për shkak se vlen në konsolidua në një subjekt të vetëm, derisa Aleanca Kombëtare për Integrim u nda dhe gjitha subjektet që e përbënin këtë koalicion tashmë veprojnë të ndara. Çfarë po ndodh me provimin e jurisprudencës? A do të mbështes ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat BDI në kuvend? Këto dhe temat të tjera dhe rreth qeverisjes vlen vëmëros sonte do t'i bashkëbisedojmë me nënkryetaren e Bashkimit Demokratik për Integrim, zonjën Arta Bilali Zendeli. Mirëmbrëma zonja Zendeli, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Para se të fillojmë të informoj opinionin publik se për sonte ashtu siç keni qenë të njoftuar, ka qenë planifikuar të organizojmë një debat dhe përballje mes dy përfaqësuesve atij të BDI-s, pra që përfaqëson zonja Zendeli që është sonte këtu me ne, dhe përfaqësues nga koalicioni Vlen ka qenë i ftuar zoti Driton Sulejmani, por i njëjti sot na ka njoftuar që për shkaqe shëndetësore e ka pasur të pamundur ose të paktën nuk është ndjerë mirë për të qenë sot prezent, por në ndërkohë ka lënë të hapur që nëse gjendja e tij përmirësohet mund të bashkangjitet bashkëbisedimit dhe debatit të sotshëm, prandaj edhe karriga e tij qëndron e zbrazur dhe jemi në pritje që me gjas në ndërkohë mund të na bashkangjitet edhe zoti Sulejmani. Zonja Zendeli, ju ishte përgatitur për debat, mirë po kushtet janë të këtilla, ju gjatë kohën në skenën politike, mbase ju ka rastisë edhe juve ndonjëherë që nuk jeni në gjendje të mirë sa për të përformuar në një paraqitje publike. Nuk është mbase për të qenë sinqert, personalisht mua nuk më ka rastis, por janë gjëra të cilat unë nuk mund të garantoj se në të ardhmen nuk do të më ndodhin. Shpresoj që Dritoni sa më shpejt ta merr veten dhe të jetë mirë, që tu qëndrojë në ballë detyrave që i ka, pikëspari si funksionar shtetëror, po pastaj edhe si bartës edhe i funksioneve partijake brenda koalicionit apo partisë Vlen. Sigurisht. Ne në ndërkohë po vazhdojmë me temat të cilat i kemi pasur planifikuar aty trajtojmë mbase për t'i ofruar dëgjuesit dhe shikuesve një perspektivë mbi atë se çfarë nuk ka bë BDI dhe çfarë po bën Vlen, por tani do të dëgjojmë më shumë mbi atë se në realitet do të kërkojmë edhe prej juve edhe përgjegjësime në një forme edhe sqarime mbi atë se disa punë që nuk i ka bë BDI tash Vlen ju akuzon se ju ka ngel barra e përgjegjësisë mbi supet e tyre. Po vazhdojmë me temën e jurisprudencës, ju me që jeni edhe juriste me profesion edhe profesoresh universitare, në dyja protestat ju keni qenë prezent aty. Mirë po në protestën e fundit këtë të 18 muajit, një natë para protestës, dy liderët e koalicionit Vlen dolën me statuse publike dhe thanë që së shpejti provimi jurisprudencës në Shqip dhe të nesërmën rezultoi me një takim mes tyre dhe kryeministit, në mbrëmje një preskonferencë dhe sot jemi pothuajse më shumë se 2 javë më vonë, nuk kemi asgjë konkrete në këtë drejtim. Se vlerësoni ju këtë situatë? Sa i përket protestave dhe pjesëmarrjes time, jemi përgjigjur gjithmonë ftesës së studentëve, të cilët kanë bërë një ftesë të them ashtu të paanshme ndaj të gjitha partive politike dhe padyshim se për një kauz të tillë të drejtë jemi përgjigjur asaj ftese edhe si profesoresh, po edhe si bartës e funksionit partijak. Provimi i jurisprudencës dhe realizimi i tij në gjuhën shqipe, mendoj se më së miri është dhe zgjidhja e vetme duhet të jetë që vetëm të zbatohen në praktik dispozitat e ligjit për zbatimin e gjuhëve. Dhe që të mos e ngarkoj shumë debatin, do të ndalem vetëm te paragrafi 3 i nenit të parë, i cili përcakton qartë se në të gjitha organet e pushtetit shtetëror, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, personat juridik me autorizime publike, në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj është edhe gjuha që e flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Do me thënë këtu, siç mund ta shohim, përmenden komisionet. Provimi i jurisprudencës jepet para komisionit të jurisprudencës. Megjithatë, për të qenë edhe më e qartë, në shërbim apo në bashkërenditje me paragrafin e 3 qëndron edhe paragrafi i parë i nenit të 6 për provimin e jurisprudencës, i cili përcakton se
institucionet nga neni 1 paragrafi 3, ku bëjmë pjesë komisionet dhe provimi i jurisprudencës jepet para komisionit për provimin e jurisprudencës, dhe neni 2 paragrafi 3 të këtij ligji, neni 2 paragrafi 3 i përmend institucionet qendrore, kuvendin, qeverin, e të tjera, si dhe të gjitha institucionet tjera janë të obliguara me detyrë zyrtare të sigurojnë që përdorimi, komunikimi dhe procedurat të zhvillohen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe alfabetin e saj, nëse personi përkatësisht pjesëmarrësi flet gjuhë të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe mendoj se këto 2 dispozita, paragrafi 3 i nenit të parë dhe paragrafi 1 i nenit të 6, duke u kombinuar në fund me nenin 23, që përcakton në paragrafin e 5 se në rast të mos harmonizimit të dispozitave të këtij ligji me dispozita gjyqësore të ligjeve të tjera, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji. Mendoj se kjo çështje është dashur moti të kryhet për të qenë të realt dhe nuk mendoj se duhet ndonjë zgjidhje speciale tani. Më herët zonja Zendeli? Shifni, gjitha proceset janë procese të cilat vazhdimisht duhet të avansohen. Nuk është kry kjo, po ja është sjell ky ligj. Është kriju një inspektoriat për zbatimin e gjuhëve. Është kriju agjencioni për zbatimin e gjuhëve. Është parapar që ky ligj, domethënë, të zbatohet dhe të jetë në përdorim në të gjitha komisionet. Nuk është kry deri tash, kjo nuk nënkupton se nuk duhet të kryhet në të ardhmen, sepse gjitha proceset të cilat e cilësojnë demokracinë, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në vende tjera, janë proceset të cilat vazhdimisht duhet të avansohen. Dhe asnjëherë unë nuk di ndonjë praktik kështu siç ndodh në Maqedoninë e Veriut. Bile, jo siç ndodh në Maqedoninë e Veriut, po siç ndodh me koalicionin Vlen ndaj BDI-s. Unë nuk kam dëgjuar vëmërot thot ndonjëherë nuk e bëjmë ne pse se bëri LSDM. Ky fenomen po paraqitet vetëm nga fjalori, nga diskursi i zyrtarëve të Vlenit. Tash pse ta bëjmë ne pse nuk e bëri BDI-ja? Nëse domethënë unë vëmëron se kam dëgjuar thot për diçka se nuk po e bëjmë ne pse se bëri LSDM-ja. Sepse në momentin kur e merr pushtetin, në momentin kur ndrohet pushteti, është krejtësisht normale se ti ke procese të cilat duhet të zhvillohen më tutje. Demokracia nuk është një proces që i vendoset shenja e piksimit në fund edhe deri këtu mbaroi, tash ne nuk do bëjmë kur gjë. Gjithmonë ka diçka që duhet të avansohet. Dhe kjo nuk është kryer deri tash, por kjo nuk nënkupton se nuk duhet kryhet. Kjo nuk nënkupton se duhet faj të na hidhet neve, sepse ja ne të paktën kemi sjell një ligj, kemi kriju agjencion, kemi kriju inspektoriat me cilësi të personit juridik, të cilin Vleni një ndër hapat e parë që i bëri bashkë me VMRO-n është që ja mori cilësinë e personit juridik inspektoriatit për zbatimin e gjuhëve, dhe tani në vend që të gjejnë zgjidhje dhe ta zbatojnë këtë ligj që e kanë gati. Nuk kanë ata një shkronjë, një presje nuk duhet të shtojnë këtu. Sepse po t'u themi shtoni një presje, kush e di, do të na kthej 100 vite mbas, pse s'është bë para 100 vitesh. Po vetëm le ta zbatojnë këtë ligjin e vitit 2018. Pra, nuk është arsyetim se nuk e ka bë BDI-ja pse ta bëjmë ne. Ju duhet ta bëni se ta shujeni. Ata ishin më shumë të mendimit, siç i keni parë edhe ju, reagimet e tyre ne ishin që madje i cilësonin edhe si veprime hipokrizie pjesëmarrje në funksionarëve të BDI-s në protestat e studentëve, sepse kur kanë pasur pushtetin, nuk kanë vepruar me mekanizmat institucionale për ta zgjidhur këtë çështje, tani reflekton se po solidarizohen në opozit. Madje akuzat e tyre kanë shkuar deri aty që kanë akuzuar që pas pankartave të studentëve fshihet dora e BDI-s. Shifni, kjo është vetëm një manipulim i radhës, për shkak se funksionarët e BDI-s, bartësit e funksioneve, po edhe ish-ministrat e drejtësisë kanë marrë pjesë dhe janë përgjigjur ftesës së studentëve. Sikur studentët kishin thënë stop, të mos vinë, ata kanë bërë një thirrje publike për të gjithë. I kanë thirrë madje edhe ata. Ata nuk kanë ardhur në protestë, por kjo nuk nënkupton se edhe ne nuk duhet shkojmë apo nuk duhet që t'i përgjigjemi ftesës apo kërkesës së studentëve për t'u solidarizuar dhe për ta përkrahur kauzën e tyre. Domethënë nuk mban as pak se ne nuk është tash të jemi aty, sepse thirrja ka qenë publike. Thirrjen tash mund ta gjejmë dhe tash në qoftë se ti solidarizohesh
dhe mendon se duhet të realizohet ajo dhe nuk ke frikë apo nuk ke ndonjë hipotekë, normalisht se do të dalish në protest për ta përkrahur realizimin e një ligji që e mban vulën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Neve të gjithëve na kujtohet se në çfarë situate apo me çfarë kaosi apo me çfarë presioni është sjellur ky ligj. Megjithatë kanë dhënë kontribut edhe partitë e tjera, nuk është vetëm BDI në sjelljen e këtij. Po kanë qenë edhe pjesëmarrës të partive tjera. Bile është interesante se aty kanë qenë pjesëmarrës edhe përfaqësues të lartë të lidhjes social-demokrate. Po vlenit ata nuk i përgojnë, vazhdimisht miren edhe nga Alianca për Shqiptarët, edhe e Zotit Cela, edhe e Zotit Arben Taravari, se ne njifemi ndërmjet veti, dhe do me thënë, përsa u përket pjesës së dytë të pyetjes tuaj apo pjesës së fundit se pas pankartave të studentëve fshihet dora e BDI-s, fatkeqësisht mua më vjen keq që nuk është prezent askush nga përfaqësuesit e Vlenit, por përfaqësuesit e Vlenit për gjithë çka e fajsojnë BDI-n. Dhe është edhe turp, sepse një pjesë e madhe e tyre gjatë tërë këtyre viteve sa ka qenë BDI në pushtet, kanë qenë në kryet vendit në BDI. Dhe tani ata për gjithë shka e fajsojnë BDI-n, faktikisht fajsojnë edhe mosveprimin e vetë ndoshta adekuat në kohën kur kanë qenë bartës të funksioneve. E keni fjalën për Zotin Mexhiti? Për shumë, jo vetëm për Zotin Mexhiti, po edhe për Zotin Mexhiti, po edhe për shumë persona të tjerë, të cilët kanë qenë bartës edhe të funksioneve partijake, edhe ekzekutive, po, mirë po nga këtu legislative. Zoti Mexhiti ka thënë që çuditërisht nuk ka pasur asnjëherë funksion qeveritar. Po, por ka qenë kryetar partije për gati 2 dekada dhe politikat të cilat zbatohen në qeveri kalojnë paraprakisht edhe filtrin partijak. Nuk është aq e lehtë të abstrahohemi se nuk kam pas pushtet ekzekutiv, sepse atëherë të gjithë dhe themi nuk kemi, edhe unë s'kam pas pushtet ekzekutiv, por bartja apo të qenit në krye edhe të organeve partijake të bën një lloj të përgjegjshëm. Përveç se do me thëmë për gjithë shka e fajsojnë BDI-n duke harru, mendojnë se mund ta kamuflojnë faktin se ku kanë qenë gjatë viteve kur ka qenë BDI në pushtet, kanë qenë kryet vendit, jo se ku kanë qenë, po kanë qenë kryet vendit, gjithashtu ata mendojnë se do të munden që përmes akuzave duke akuzuar BDI-n të shfajsohen nga mosveprimet e tyre për 2 vite me radhë sa janë në pushtet. Mirë, po si pas jush, zonja Bilali, nëse ata nuk e akuzojnë dhe fajsojnë BDI-n, kujt i ngelet faji? 22 vite qeverisje BDI pa ndërprerje. Tash, unë mendoj se kur hynë në pushtet dhe bësh pjesë e një legislature dhe një ekzekutivi, nuk je aty në rolin e gjykatësit apo prokurorit për gjithë fajtor. Aty je për të bërë punë në dobi të qytetarëve. Ama hapi i parë, ju e dini se hapi i parë për me zgjidhje probleme është me shku në Zanafil. Ku qëndron faji dhe pse nuk është zgjidhur deri tani? Këtë gjë duhet ta di opinioni. Ka dalë në zgjedhjet e vitit 2024 me një program. Fiks, po. Vlen 2024. Te i cili kishte shumë premtime, dhe unë mendoj se ata duhet të jenë pak më të shpejt dhe të shkathët në realizimin e premtimeve të tyre. Ku qëndron Ministria e Diasporës, ku qëndron 10.000 euro për çdo qytetar, ku qëndron zgjedhja e presidentit në kuvend, ku qëndrojnë ndryshimet kushtetuese, jo 3 muaj, jo 6 muaj, jo pritni pak, jo i bëri BDI-a, jo si bëri BDI-a. Ata atëherë le të mos bëjnë një mashtrim të madh, siç e bën programin, po le të bëjnë një program ku do thonë ne për gjithë çka do të kërkojmë fajtorin, sepse ti në pushtet nuk je për të kërkuar fajtorin. Fajtori kërkohet në procedura gjyqësore, në pushtet je për të avansuar procese. Dhe tash ne kemi një pjesë të përgjegjësisë, ne s'kemi bërë gjithçka ideale. Kemi mundur të bëjmë edhe më mirë. Megjithatë, ata të cilët e kanë marrë pushtetin duhet të miren me programin e tyre. Gjitha pikat programore me të cilat i kanë marrë votat, unë nuk dëgjoj se i përmendin ndonjëherë. Gjatë këtyre 2 viteve janë marrë ekskluzivisht me bashkimin në një subjekt, një bashkim... Edhe që e realizuan, po. Po e realizuan, po akoma në regjistrin qendror janë të ndarë si subjekte. Ajo realizua formalisht, po nuk e di substancialisht sa është realizuar, dhe nejse, hajde, po themi se e realizuan, mos të jemi negativ në gjithë shka. Po, sepse edhe ditën e djeli, po të gjithë ishin bashkë, që po ashtu reflektua një furim bashkëpunëse. Po përveç asaj, gjatë këtyre 2 viteve, vetëm janë marrë duke
jo duke e gjetur fajtorin, po duke e pasur në majet gishtave për gjithë shka fajtorin, për gjithë shka e kanë akuzuar BDI-n dhe nuk janë marë as me 10% për të realizuar programin e tyre me të cilat dolën në zgjedhjet e vitit 2024. Të gjitha pikat, apo të gjitha arritjet të cilat po pretendojnë se po i arrin gjatë këtyre 2 viteve, përveç bashkimit të tyre, po edhe bashkimi mendoj se ka qenë edhe ai pak i krigjuar. Pjesërisht po vlerëson, ja? Nuk e di, nuk shoh, sepse juridikisht ai nuk është bashkim. Juridikisht ai nuk është një subjekt në aspektin juridik. Po edhe procedurat juridike dhe këtë mendoj se edhe ata natyrisht. nuk e kontestojnë, por mund të t'ju paraprin. Procedurat juridike mund t'i paraprishin kësaj. Ata janë marrë vetëm, do me thënë, gjitha realizimet që i kanë realizimet të programit të Partisë VMRO-DPMNE. Edhe ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe heqja e balansuesit, sidomos, ka qenë pjesë e programit të VMRO-DPMNE-s. Faktikisht ata programin e vetë e harruan, mashtrimin e madh e harruan dhe u vunë në shërbim të realizimit të kauzave të VMRO-DPMNE-s. Të ndalemi një herë tek çështja e jurisprudencës, pastaj do të kalojmë tek tema tjera. Pjesëmarrja e studentëve shqiptar nga Shqipëria, nga kryeministri i vendit u cilësua dhe sikurse përzierje në punët e brendshme, derisa studentët shqiptar u maltretuan në kufi, madje u dërguan në qytetin e Kumanovës, qytet larg vendit ku mbahej protesta në Shkup. Si e vlerësoni ju këtë veprim? Po përveç se kryeministri edhe është e pritshme ta quaj, duke pasur parasysh politikat e tij ta quaj. Sepse në realitet në të njëjtën kohë, po, studentët shqiptar vinë në solidarizim mbështetje të kolegëve të tyre, quhet është përzierje në punët e brendshme, derisa disa javë më vonë hapet një shtab i një partie politike, pra hapet shtabi i vetëvendosjes në çarshi të Shkupit dhe në fakt i bie kjo që nuk është përzierje, është një aktivitet krejt normal politik. Kryeministri e quajti përzierje në punët e brendshme dhe deri diku ishte edhe e pritshme. Më shqetësuese ishte fakti se zëvendës kryeministri i parë shkoi shumë më larg se sa vetë kryeministri dhe e quajti, do me thënë, duke marrë guximin edhe të ironizoj, për të mos them edhe të ofendoj studentët e Shqipërisë, duke adresuar apo duke artikuluar se ata nuk e dinë edhe për çka protestojnë. Në ndërkohë që ne kishim një solidarizim nga studentët e Shqipërisë, që kishte munguar për gjatë kohë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ishte një akt për tu përshëndetur. Zëvendës kryeministri i parë, cili është shqiptar, duheshte që të solidarizohet me ata student dhe të ngrejë zërin që ata student të mos dërgohen në qytetin e Kumanovës, apo të reagoj kundër atyre të cilët ne i pam ato pamje, tani gjithçka është e filmuar, i pam pamje të cilët kishin pas një sjellje të vrasht me studentët, e jo të ironizoj sa e din ata apo nuk e din se përse janë duke protestuar, sepse jam shumë e bindur se një solidarizim i tillë bile i kishte munguar për gjatë kohë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, për më tepër studentëve të Maqedonisë së Veriut nga shteti shqiptar apo nga studentët shqiptar. Për sa i përket vetëvendosjes dhe hapjes së shtabit, vërtet është një paralele që ndodhen shumë shpejt këto dy gjëra, dhe siç duket vetëvendosja ju kryen punë, e nuk ju prish punë, prandaj janë kaq të heshtur, edhe kryeministrit, po edhe këtyre tjerëve, ndërsa studentët e Shqipërisë apo shqiptarët e Shqipërisë nuk ju hynë shumë në punë dhe prandaj janë më agresiv, më invaziv ndaj tyre. Vetëvendosja sipas jush? Po janë evidente, do me thënë se raportet janë jashtëzakonisht të mira, edhe midis kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Në intervistën që kishte zoti Kurti, tha që ka raporte të mira për shkak se zoti Mickovski nuk është inferior ndaj presidentit të Serbisë Vučić. Po, kjo është që hap shumë tema, apo hap shumë dyshime, se prej nga i vlerësim se nuk është inferior, kur Parlamenti Evropian në raportin e vetë thotë se bota sërbe po përhapet në Maqedoninë e Veriut. Kush e brifon zotin Kurti, prej nga i merr këto informaciona, apo nga i krijon këto bindje, unë shpresoj që ai të sqarohet vetë. Por, se nuk është... Për këtu e ka zotin Çoku, deputetin e tij.
E ka edhe deputetin, është e vërtet, megjithatë opinionet e tilla se ky nuk është i nënshtruar ndaj botës sërbe, ndërkohë që Parlamenti Evropian në raportin zyrtar përmend përhapjen e botës sërbe në formë të alarmit, në formë të alertit, vërtet tregon se qoftë edhe Bekim Qoku, po kushdo që e brifon duhet ta brifoj drejt zotin Kurti. Po vret që e keni dëgjuar intervistën se mes tjerash zoti Kurti edhe përmendje që po punon që të largoj Maqedonia e Veriut nga ideja e Ballkanit të hapur, që ishte në fakt tashmë është edhe ide e vdekur në praktik. Sepse sipas zotit Kurti, ashtu siç thash më herët, Maqedonia e Veriut, duke aluduar në kohën kur ka qeverisur partia juaj BDI, ka qenë shumë afër idesë Ballkanit të hapur që udhëhiqej dhe kryesisht ishte në shërbim të Serbisë. Edhe këtu, zoti Kurti, më mirë le të mirret me atë që është duke ndodhur, që raporti zyrtar i Parlamentit Evropian e vendos Maqedoninë në botën sërbe, se sa të mirret me ide që, siç e thatë edhe ju, më janë ndoshta edhe ide të vdekura apo iniciativa të cilat jetuan për një kohë, po nuk patin ndonjë efekt kush e di sa. Kurse raporti i Parlamentit Evropian për botën sërbe dhe zgjerimin e saj në Maqedoninë e Veriut, mendoj se duhet të alarmoj zotin Kurti më shumë se sa ato të mëhershmet, sepse kjo është zyrtare dhe kjo është nga institucionet me renome ndërkombëtare. Nuk është nga bindjet, nga hamensimet, nga dëshirat, nga animet politike, po është pjesë e raportit final zyrtar të Parlamentit Evropian për gjendjen në Maqedoninë e Veriut dhe është edhe pjesë e cila është e sakt, fatkeqësisht është ashtu, sepse ne kishim tani nëse veç hymte vetëvendosja, ne kishim para 2 ditësh një tubim të vetëvendosjes në Tetov, pas një flamur shqiptar, kishim një marsh të Vlenit në nëntor, 2 ditë para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në për Tetov, pas një flamur kombëtar, dhe kishim një mbledhje të disa personave për krahës të Vučićit në Kumanov, brenda kësaj jave, këto ditë, ku valviteshin flamujt sërb gjithandej pa kur farë problemi. Dhe mendoj se kjo duhet të shqetësoj më shumë zotin Kurti, një aktualitet se sa të miret në mënyrë prapa vepruese me Bashkimin Demokratik për Integrim. Bilalin në qytetin e Kumanovës, më 22 maj, ku qytetar të Kumanovës ofruan mbështetje për presidentin e Serbisë, nga koalicioni Vlenit cilësuan që këtë tubim ose këtë mbështetje e ka organizuar një mik i zotit Osmani. Kjo do me thënë është më veç modus operandi, mënyra e të vepruarit e atyre. Ata për asgjë nuk janë gjendje të thonë se po unë e piva ujin, po miren se prej ku buroj uji, kush e solli ujin. Do me thënë, zoti Osmani, bujar Osmani, po edhe gjithë funksionarët tjerë, një lloj si funksionarët e Vlenit, në raportet zyrtare, krijojnë apo zhvillojnë raporte me njerëz të ndryshëm dhe nuk i zgjedh ti përfaqësuesit e shteteve apo organizatave të tjera. Dhe tani këta, në vend që të miren me atë që është duke ndodhur, kthehen në një të kaluar për ta gjetur fajtorin te BDI-ja, te Bashkimi Demokratik për Integrim të bujar Osmani. Faktikisht e realizojnë, do me thënë, ajo shpreja popullore që është kur unë të them ja ujkut, i thua ja gjurma e ujkut. Po ti e ke organizimin tani dhe nuk miresh me atë, po nuk heziton të kthehesh për të gjetur fajtorin, edhe njerë po e them se në pushtet nuk hyet për të gjetur fajtor, po për të realizuar punë, projekte, program dhe premtime që u ke dhënë qytetarëve. Mirë. Megjithatë, një çështje që është diskutuar te mase ka qenë rrezikimi i gjuhës shqipe sot nga gjykata kushtetuese, derisa 2 ditë më parë kryetari i gjykatës kushtetuese, zoti Darko Konstantinovski, tha publikisht që gjuha shqipe nuk rrezikohet. Askush nuk është duke punuar për të dëmtuar gjuhën shqipe. Si e vlerësoni ju këtë? Kështu, nëse i kthehemi momentit se kur është miratuar ky ligji për përdorimin e gjuhëve. Në janar të vitit 2019, po. Gjithçka është histerike në lidhje me këtë ligj. Dhe nuk ka qenë kështu me ligjin e vitit 2008 apo 2011, që ka pas 2 ligje tjera që e kanë avansuar, por nuk e kanë sjellë në këtë gjendje për të qenë gjuhë zyrtare. Nga momenti apo mbajtja e seancës në kuvent, nga ai kontakti ndoshta edhe fizik midis ish kryeministrit dhe kryetarit të parlamentit. Pastaj, mos nënshkrimi i ligjit nga ana e
kryetarit të shtetit. Dhe detyrimi po që të kaloj edhe për së treti ligji, të kaloj edhe leximin e tretë si rezultat i mos nënshkrimit nga ana e presidentit të shtetit. Gjitha këto janë pjesë të histerisë kundër këtij ligji për zbatimin për përdorimin e gjuhëve. Pastaj, mënyra se si ligji për përdorimin e gjuhëve filloi të goditet nga bartës të funksioneve të ndryshme, përfshirë këtu edhe vetë partinë VMRO-DPMNE, po edhe për krahës që nuk janë ndoshta pjesë e strukturave partijake, para gjykatës kushtetuese me iniciativa qytetare për të kontestuar kushtetueshmërinë e këtij ligji, vetëm është pjesë e vazhdës së histerisë së krijuar për këtë ligj. Po ashtu, këtu ju kanë ndihmuar edhe përfaqësuesit, edhe të Vlenit, po edhe nga qeveria e Kosovës, të cilët kanë thënë se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Po e tha dhe mbrëm. Sepse përmes kësaj, ata mbrëm e kishte reguluar. Do me thënë mbrëm usol e kishte reguluar, do me thënë përgjigjen, sepse tha unë kam thënë nuk ka ligj për gjuhën shqipe që është e saktë. Ky është ligj për përdorimin e gjuhëve. Nuk quhet ligji për gjuhën shqipe. Megjithatë, në paragrafin e 2, gjuha shqipe nuk përmendet si gjuhë e përkthyer, si gjuhë gjysmë zyrtare, si gjuhë e përdorur, si gjuhë e zbatuar, si gjuhë alternative, si gjuhë fakultative, por përmendet si gjuhë tjetër zyrtare. Është edhe gjuha që e flasin, të paktën 20% në klapa gjuha shqipe e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Do me thënë, gjuha shqipe përmes këtij ligji, le ta kuptojnë edhe në Kosovë, çka mund të jetë? Vetëm gjuhë tjetër zyrtare përveç gjuhës maqedone, sepse është ligji që e përcakton. Është paragrafi i parë, në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjuhë zyrtare është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj, alfabeti i saj kirilik. Paragrafi i dytë, gjuhë tjetër zyrtare fillon. Nëse don, kamera mund ta fiksoj. Gjuhë tjetër zyrtare. Nuk e përcakton si gjuhë e përkthyer, si kemi dëgjuar një nga eksponentët e Vlenit. Nuk e përcakton si gjuhë alternative, gjuhë fakultative, gjuhë e mundshme, gjuhë e pamundshme, gjuhë e dëshiruar, gjuhë tjetër zyrtare. Dhe kjo duhet të jetë e qartë. Me thënë është paragrafi i parë që e përcakton gjuhën maqedone si gjuhë zyrtare dhe paragrafi i dytë vetëm mund të quhet gjuha shqipe si gjuhë tjetër zyrtare. Ja, në qoftë se nuk duan të thonë se është gjuhë zyrtare, le thonë gjuhë tjetër zyrtare. Vetëm atëherë do të jenë në dakordsi të plot me ligjin. Çdo interpretim tjetër është jashtë ligjit. Dhe kjo duhet të jetë e qartë edhe për bartësit e funksioneve këtu, po edhe jashtë kufive të Maqedonisë së Veriut. Sepse gjuha shqipe është pjesë e identitetit edhe tonit, edhe të kosovarëve, edhe të shqiptarëve të Shqipërisë, edhe të gjithë shqiptarëve gjithandej. Tani nuk besoj që dikush prej këtyre që apostrofohet është kundër gjuhës shqipe, po megjithatë realiteti është i tillë dhe sot sa po rrezikohet ky ligj që ju po e ndani edhe me publikun, sepse ju e dini vetë partia juaj kishte organizuar edhe protesta në mbrojtje të mos shfuqizimit ishte dhjetori i vitit 2024 për të parandaluar shfuqizimin e të njëjtit ligj. Dhe tani sot kur po flasim disa vite më vonë, edhe gjykata kushtetuese pas deklaratave të zotit Kostadinovski edhe në lidhje me ligjin për Safe City, duke e parë si të parëndësishme gjuhën shqipe në paralajmërime tek kështu me radhë, a është rrezik ky ligj apo jo? E tani, histerisë, do me thënë, u ngrit një histeri shumë e madhe për këtë ligj, erdhi ndihma edhe nga faktori brendshëm, Vleni, gjuhë e përkthyer, gjuhë kështu, gjuhë ashtu, edhe nga kryeministri i Kosovës, për ta relativizuar se edhe nëse abrogohen dispozitat e këtij ligji, nuk është diçka, se edhe ashtu nuk ka qenë zyrtare. Do me thënë, unë nuk po të marr kur gjë, se edhe ashtu mua më takon. Po vlerësoni se e kanë përgatitur terrenin. Mendoj se ka qenë plani menduar mirë dhe edhe kjo, do me thënë, edhe raporti 70 ca faqesh për të referuar në gjykatën kushtetuese, është tmerr, 70 ca faqe për një ligj i cili ka 25 nene gjithsejt. Me thënë është tmerr, tregon se ata vërtet janë marrë shumë për të gjetur mënyrë për ta abroguar këtë ligj. Dhe tani paraqitja e fundit faktikisht që duket sikur shkëputet nga histeria e ngritur gjatë këtyre viteve për ta kundërshtuar ligjin për zbatimin e gjuhëve, po ashtu mendoj se është e menduar mirë, është e organizuar mirë, është një plan jashtëzakonisht i menduar në mënyrë shumë perfide, sepse tani
ajo teoria polici i mirë, polici i keq. Tani Darko Kostadinovski, të cilit nuk i qëndron mbrapa, që nuk e respekton vetë këtë ligj, në institucionin ku ai punon, dhe ku që është i detyruar, sipas po këtij ligji, është i detyruar që edhe emrat e institucioneve të shkruan edhe në gjuhën maqedone, edhe në gjuhën shqipe. Ai tani po bëhet polici mirë dhe thotë unë nuk kam kur gjë kundër gjuhës shqipe, që ta parapërgatit terrenin që, do me thënë, nuk është... Mund të ndonë ndonjë ditë edhe shfuqizim aty në neneve, që kemi diskutuar këtu që nëse shfuqizon të gjitha neneve, vetëm paragrafi i pari, i nenit parë është në rregull. Ngelin, në fakt fuqia... Bëhet i pa efekt në praktikë. Po me gjitha të atë që e përmendni ju, zonja Bilali, që në gjykatën kushtetuese prapa ati që ndronë i shkruar emri i gjykatës kushtetuese vetëm gjuhën maqedonase që bën një shkelje flagrante të ligjit, kjo ka ndodhur në kohën sa ju keni qenë qeveri, sepse Darko Kostadinovski nuk është nga dje në krye të gjykatës kushtetuese. Darko Kostadinovski, as që e kemi ditur se ekziston në kohën kur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet, sepse nuk e ka ngritur zërin për asnjë çështje të vetme. Ne kemi ditur normalisht se ka gjykatë kushtetuese, ka kryetar të gjykatës kushtetuese, po për asnjë çështje që ka tanguar marrëdhëniet ndëretnike, Darko Kostadinovski, në kohën kur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet, nuk e ka ngritur zërin. Ai ka mbajtur deputeti i Frontit Evropian, zoti Sali Murat, dosjet në sirtar për mos i hap këtë problematika? Mendoj se duhet ta pyetni vetë zotëri Sali Muratin për këtë çështje, sepse është më shumë si punë, si punë thashë themesh apo nuk. Jo, është çështje që ju keni bashkëpunuar me zotin Muratin, jeni edhe prej afër, se ju kur po thoni që nuk ju ka dëgjuar zëri zotit Kostadinovski sa ka qenë BDI-n pushtet, e vërtet, po më pas pam që njerëz që burojnë nga gjykata kushtetuese, pastaj hynë në listë për të bërë deputet në Frontin Evropian. Front që kryesohen nga BDI. Mendoj se kjo, do të thënë Sali Murat dhe Darko Kostadinovski janë dy subjekte të ndarë ndërmjet veti. Dhe në kohën e Sali Murat nuk është bë aktuale asnjë çështje që ka tanguar raportet ndëretnike në vend. Mirë, po ajo që ka qenë problematike do thotë është lënë në sirtar dhe për të zgjidhur më vonë, se diçka që është problematike duhet zgjidhur në atë moment kur përpiloj ligje, pra me njerë pas vitit 2019, për të parë një variant për të rregulluar këtë çështje. Në atë kohë, do me thënë as që është diskutuar, sepse jemi marrë me ngritjen e infrastrukturës për ta mundësuar realizimin dhe zbatimin praktik të këtij ligji. Edhe agjencioni, edhe inspektoriati, të gjitha janë pjesë e ligjit për zbatimin e gjuhëve dhe nuk ka pasur asnjë problem, as nga zoti Sali Murat, as nga eksponent tjerë, për ta kundërshtuar ngritjen e institucioneve apo ngritjen e infrastrukturës në dobi apo në favor të zbatimit të këtij ligji, e ku mbeti mundësia për ta, apo më mirë thënë pa mundësia, për ta vënë në dyshim nevojën për zbatim të këtij ligji ashtu siç është i përcaktuar. Mirë, çështje tjera, sepse në mungesë të zotit Sulemani kemi më të vështirë, sepse kemi ulëmtuar edhe programin e koalicionit Vlen dhe mesjera shëta kanë premtuar për forcim të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, që gjuha shqipe jetë e barabartë me gjuhën maqedonase, himni shqiptar të intonohet edhe në shkollat shqipe, e kështu me radhë, se sa po punon Vleni për këtë çështje, do duhet na jep përgjigjen ndonjë përfaqësues nga koalicioni Vlen, po ne tani juve po i pyesim pse këtë çështje BDI nuk i ka mbyllur. Cilat për shembull? Shkojmë një nga një. Po. Nga e para. Nëse fillojmë nga e para, nga inspektorati i përdorimit të gjuhëve, sot inspektorati ju është institucion që është krijuar në kohën kur ka qeverisur BDI, është e vërtet. Mirë, po nga këtu, zoti Mexhidi thashë që edhe pse ka ekzistuar ai inspektorat ashtu me kompetenca të veçanta, nuk është që ka dhënë gjoba në terren. Më mirë, zoti Mexhidi të mirët me pa gjobat në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, po vetëm të ndalem te inspektoriati. Leni 20, paragrafi parë. Për mbikëqyrje mbi zbatimin e plotë dhe konsekuent të dispozitave të këtij ligji që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve, themelohet inspektoriati për përdorimin e gjuhëve në tekstin e mëtejmë inspektoriati në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë me cilësi të personit juridik.
E dyta, parimet, kompetenca, organizimi, inspektimit dhe procedurat e mbikëqyrjes inspektuese të inspektoratit rregullohen me ligj të veçantë. Do me thënë, ne kemi mbas të këtij ligji dhe ashtu ka funksionuar inspektorati për zbatimin e gjuhëve, si inspektoriat në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë, por me cilësi të personit juridik që i ka dhënë një autonomi apo një pavarësi atij inspektoriati. Sot ku ndodhet fati këtij institucioni? Në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë, pa këtë cilësinë e personit juridik, për fat të keq. Më keq, ka shkuar mbrapa statusi juridik, në qoftë se inspektoriatet ndahen në inspektoriate me cilësi të personit juridik dhe në përbërje të ministrisë pa cilësi të personit juridik, sot është pa cilësi të personit juridik. Dhe nuk e di se tash sa gjoba janë shqiptuar disa gjoba, nuk është se nuk janë shqiptuar, dhe gjobat ekzistojnë, janë pjesë e këtij e mënyrës së zbatimit. Po për këtë çështje duhet parë edhe raportin e inspektoratit. Por ka pasur gjoba, nuk është se nuk ka pasur gjoba. Është interesante se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që buron nga programi i VMRO-DPMN-s nuk ka asnjë gjobë të vetme. Po, e tash pikërisht vim këtu te kjo temë që pas 23 vitesh, po ndodh moment historik, treni ka nisur dhe nuk ndalet më, thonë nga vlen pas sjelljes së ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, do thotë pas miratimit në qeveri, sepse aktualisht ligji ndodhet në kuvend pasaj për të filluar me procedurat tjera. Si e cilësoni ju, sepse vlen thot atë që nuk e ka bë BDI për 23 vite, ne po e bëjmë për 2 vite. Më besoni, do të doja shumë të jetë ashtu. Si është? Do të doja shumë të jetë, si që thonë ata, të ketë nisur treni, ka e mbara, edhe të mos ndalet treni, sepse çdo avancim është në shërbim të gjithëve, po sigurisht. Edhe gjeneratave të ardhshme, jo vetëm neve, po edhe gjeneratave të ardhshme. Dhe si natyrë, nuk kam një shpirt të ngushtë që të mos e dua të mirën edhe kur vjen nga ndonjë subjekt tjetër. Do të uroja shumë që treni të kishte nisur vërtet për së mbari dhe të jetë ashtu siç e kanë shkruar. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, si zëvendësues i balansuesit, është pjesë përbërëse, thënë heqja e balansuesit, ishte pjesë e programit të VMRO-DPMN-s. Mirë po, që e keni mbështetur edhe ju, zonja Bilale? Nuk e kemi mbështetur edhe ne, nuk mund në çfarë aspekti, në programin e VMRO-s nuk e... Kanë dhënë mendim pozitiv ministrat e BDI-s për këtë? Në atë kohë, ajo ka qenë pjesë e një strategjie. Në krye të Ministrisë së Administratës Publike, ka qenë një ministër, i respektueshëm në atë kohë, që nuk ka qenë i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ajo ka qenë si pjesë e strategjisë, ku e shef si do të zhvillohet administrata 2020-2030 në mos gabofsha, pjesa asaj strategjie. E tani, në qoftë se në një strategjia është dokument publik, po që nuk e ka fuqinë e ligjit, që duhet të prodhoj pastaj për sferat e caktuara ligje. Në qoftë se në atë strategji, ka kaluar që duhet të hiqet balansuesi, ajo nuk nënkupton se ta hekim balansuesin dhe të lejmë 2 vjet në punësime, konkurse, avancime, pa ku farë mekanizmi etnik. Mirë po, me gjitha të, për ta kuptuar qarë dhe drejt, opinioni publik. Kur themi ne që BDI ka dhënë mendim pozitiv për këtë, i bie që ministri, nëse propozon strategjia, i nuk mund të propozojnë bas të tekeve ti personale, çfarë të dojtë të dërgojnë në qeveri dhe të miratojnë. Dhe me thonë, ju e dini këtë më mirë... Ai ministri i administratës publike nuk ka qenë i BDI-s. Po nuk ka qenë i BDI-s, po aty në qeveri ka pas ministra tjerë të BDI-s dhe në seancë qeveritare dhe ata është dashur ta miratojnë këtë strategji. Kjo strategji nuk ka, do me thënë, asnjëherë nuk ka qenë e paraparë që të zbatohet duke hequr balansuesin, pa mos gjetur një mekanizëm adekuat i cili do ta zëvendësoj balansuesin dhe do të mundësoj që konkurset të vazhdojnë përmes një mekanizmi tjetër i cili do të garantoj përfaqësimin adekuat. Sepse, jo rastësisht, këto 2 vite ne kemi parë shumë konkurse 50-0, 27 me 2, 70 me 3. 3 shumë janë, do me thënë. 70 Macedon, 2 shqiptar. 50 Macedon, 0 shqiptar, 1 rom. Në institucione nga më të ndryshmet. Dhe kjo është si rezultati i mospasjes së një mekanizmi. Dhe këtë mekanizëm nuk e ka hek Bashkimi Demokratik për Integrim. Përmes mekanizmit të balansuesit dhe përmes punësimeve që janë bërë, konkurseve të mëdha,
për zbatimin, do me thënë në suaza të sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit në fillim, ja është arritur që përfaqësimi i shqiptarëve, me thënë përfaqësimi adekuat, nga 2% të rritet në mbi 22%. Për këto vite. Po për këtë, me gjatë se keni dëgjuar, zoti Mexhidi nga këtu ka thënë që përfaqësimi i shqiptarëve sipas zotit Mexhidi është rritur kur nuk ka pasur balancues. E kuptoj pse e thot atë, për shkak se në fillim nga 2% duhet të arrihet të ketë një efekt më të madh dhe janë realizuar ato konkurset me nga 500, me nga 1000 punësime, apo? Dhe arrihet gradualisht u arrit një rritje deri në 15-16% në mos gabofsha. Pastaj, përmes mekanizmit të balansuesit, që institucionet të kenë një farë qartësie gjatë shpalljes së konkurseve se çfarë duhet të pranohet, që në asnjë moment nuk nënkupton pranimin e njerëzve jo kompetent, por që të vendoset theksi apo fokusi edhe në përkatësinë etnike, që të arrihet të realizohet parimi kushtetues i cili buron nga marrëveshja e Ohrit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Pas një arritje të caktuar, pas realizimit të atyre konkurseve me nga 500-1000 punësime, nga viti 2015, në mos gabofsha ka filluar që konkurset të përpunohen para se të publikohen përmes mekanizmit të balansuesit, i cili ka luajtur rol. Edhe balansuesi ka luajtur rol në ngritjen, tani ne nuk mund të presim që ta ketë pasur atë efektin si që kam pas ato konkurset e para, me njëherë pas marrëveshjes së Ohrit, por ka luajtur rol dhe ka arritur që ta ruajat strukturën e përfaqësimit adekuat në institucionet shtetërore, dhe jo rastësisht është arritë mbi 22%, dhe pa balansues, konkurset janë skandaloze. 27 me 1, 50 me 0, gjë e cila vërtet na tregon se me mosveprim, me heshtje, me bazalitet, shumë let mund të kthehen proceset edhe mbrapa fatkeqësisht. A do ta mbështet BDI këtë propozim ligj në kuvent? Jo, sepse ky propozim ligj më shumë i ngjan një strategjie që e përmendet, më shumë i ngjan një rezolute, nëse mund ashtu të them, më shumë i ngjan një dakordance midis subjekteve se sa një ligjit. Pjesët kryesore të ligjit janë dispozicioni dhe sanksioni. Dhe unë jam juriste dhe këtë e di. Dhe ky ligj nuk ka asnjë sanksion të vetëm. Asnjë sanksion të vetëm. Zoti Shasivari, kishim këtu së bashku me zotin Maksutit, diskutuam për këtë ligj dhe zoti Shasivari erdhi në përfundim se çështjet politike nuk mund të zgjidhen me norma juridike. Nuk po kërkoj unë, nuk po kërkoj sepse ne kur insistonim në pyetjen mbi atë se nëse ka shkelje të përfaqësimin në ndonjë institucion, si do të veprohet, zoti Shasivari, një nga përpiluesit e këtij ligji, është përgjigjur që kjo çështje rregullohet pasaj me përgjegjësi politike. Dhe sipas tij, përgjegjësia politike nuk ka sens profesional të rregullohet me norma juridike. Më thoni, do me thënë në fillim, unë nuk po flas për sanksione politike, po flas për sanksione juridike, të cilat mund të jenë sanksione penale dhe sanksione kundërvajtëse. Mund të jenë gjoba, mund të jenë, ka edhe sanksione të tjera, nuk është vetëm gjoba. Në këtë ligj, në këtë tekst të ligjit nuk ka asnjë sanksion juridik, nuk flas për sanksione politike. Dhe në qoftë se prap vim në atë ja ujku, jo ja gjurma, në qoftë se tash ne krijojmë situata se dikush do të ketë sanksione politike apo dorëheqje politike, nuk e di, mendoj se asnjëri nga gjithë këta zyrtarët, të cilët deri tash kanë realizuar konkurse 50 me 0, 27 me 1, 70 me 2, askush as pak nuk i ka thirrur ata në ndonjë përgjegjësi politike, as është diskutuar ajo. Po ashtu, edhe në përkëmbje tjera që janë bërë nga zyrtar, nga polici, përdosja e flamurit shqiptar, çfarë përgjegjësie politike pati ai? Me thënë, a mund dikush të fliste për përgjegjësi politike? Ne kërkojmë përgjegjësi reale, përgjegjësi të bazuar në norma juridike, përgjegjësi juridike
Përgjegjësia politike është diçka që vjen pas asaj dhe unë pajtohem se nuk mund përgjegjësinë politike ta parashohësh në ligj, por edhe nuk ke mekanizëm me të cilën do ta imponosh përgjegjësinë politike. Si do ta imponosh përgjegjësinë politike? Sepse përgjegjësia politike... Përgjegjësinë politike, sipas zotit Shasivari, ishte më tepër nga presioni publik që do të krijohet. Mendoj se ka pasur mjaft situata, protestat i kemi më të afërta, a i shkon mendja Ministrit të Drejtësisë të jap përgjegjësi nga presioni që e ka? Jo, absolutisht, për kundrazisht, zoti Dimitrievski vetëm se bile forcohet më shumë, do me thënë, dhe ti nuk mund të flasish për përgjegjësi politike kur i ke këto rrethana. Ndoshta në një vend skandinav me një demokraci shumë të zhvilluar, mund të hamendsojmë se mund të jep dikush përgjegjësi të mbaj dikush përgjegjësi politike apo dërheqje politike. Pra ju vlerësoni që është vështirë sanksionet kundër vajtëse që parashihen në ligj të zbatohen, pak më herët ram dakord se te ligji për zbatimin e gjuhëve edhe pse ka sanksione, po nuk janë zbatuar kush e di sa, me ndonjë tempo kush e di sa efektive dhe efikase, ku mbeti për një ligj i cili nuk ka asnjë sanksion. Po, i këtij mendimi ishte edhe zoti Maksuti, i cili tha si pasojë mungesës të masave sanksionuese dhe detyruese të zbatimit të këtij ligji, prandaj i njëjti edhe ka hequr dorë nga ky grup punues. Shifni, ky ligj quhet ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, po mendoj se është vetëm ligj për përfaqësim të drejtë. Sepse përfaqësimi i drejtë, nëse e shohim është prioritar. Definimin, është përfaqësimi i qytetarëve. Përfaqësimi i drejtë është përfaqësimi i qytetarëve që u përkasin të gjitha komuniteteve, bazuar apo duke respektuar rregullat e kompetencës dhe integritetit mbi të cilat udhëhiqet administrata publike. Ky është përfaqësimi i drejtë. Përfaqësimi adekuat është të gjithë qytetarët që u përkasin të gjitha komuniteteve që pasqyrojnë përafërsisht pjesëmarrjen e tyre në numrin total të popullsisë në përputhje me të dhënat e fundit të regjistrimit të realizuar. Dhe në qoftë se shkojmë më tutje, këtu flitet për deklarim të lirë të përkatësisë, po në ndërkohë në paragrafin e 2 thotë se deklarimi i përkatësisë etnike është vullnetare, me thënë nuk është e detyrueshme, në rregull, po atëherë nuk është ky ligj për përfaqësimin etnik, nuk është për përfaqësimin adekuat ky ligj. Dhe po ashtu në qoftë se e shohim lënda e rregullimit të këtij ligji vetëm në faqen e parë flet për respektim, afirmim, avansim dhe ndjekje të përfaqësimit të drejtë në paragrafin e parë. Në paragrafin e tretë, qëllimi i këtij ligji është respektoj, afirmoj, avansoj përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Në paragrafin e katërt, respektimi fillon, fjalia, paragrafi parë, respektimi, afirmimi, avansimi dhe ndjekja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve. Do me thënë, nuk flet për ndonjë mekanizëm detyrues, mekanizëm institucional, i cili do të realizoj dhe do të ruaj përfaqësimin e drejtë, po flet për avansim, afirmim, respektim dhe ndjekje. Po, asnjë ndjekje nuk është efektive në qoftë se nuk ke masa ndaj atyre të cilët rezulton nga ndjekja yte se kanë bërë shkelje. Për më tutje, ka Bajgji zonja Bilal, sepse do duhet vazhdojmë edhe me tema tjera që kemi para parë, sepse këtë do ta diskutonim mbase në detaje nëse do të ishte këtu edhe përfaqësues nga koalicioni Vlen. Megjithatë, ajo çka është e rëndësishme dhe që e kupton publiku është se BDI nuk e mbështet një ligj të tillë, pra sipas jush. Po, nuk e mbështet dhe ka argumente plot se nuk duhet ta mbështet. Mirë. Tani ne duhet të kalojmë tek çështje tjera, sepse ju më herët folët edhe për punët që nuk po i bën koalicioni Vlen edhe që nuk po realizojnë asgjë nga programi i tyre. Mes tjerash ata kanë premtuar edhe mbylljen e kazinove, po së fundmi kanë dalur edhe me një propozim ligj, do të thotë që për largimin e kazinove 500 metra nga objekte shkollore, mes tjerash edhe kanë filluar procedurat për marrje të licencave të kredive të shpejta, të cilat cilësohen si fajdigji legal që dëmtojnë xhepat e qytetarëve. Çfarë ka bërë BDI për ta luftuar bigjozin për 22 vite pushtet? Propozimi, të cilin, do me thënë akoma nuk është ai propozim, vetëm procedurën qeveritare ka kaluar, se jam e informuar, akoma nuk ka hyrë në kuvent, ne i kemi votuar një ligj të atill, po i njëjti nuk është nënshkruar në atë kohë nga presidenti i shtetit dhe ka mbetur pezull ajo gjendje.
Në kohën kur ne e kaluam ligjin për mbylljen e lojrave të fatit, apo largimin e tyre më saktësisht, për 500 metra, kishte shumë kritika, pikrisht nga këta që sot po e reklamojnë atë, se nuk është poenta të largohen 500 metra, po poenta është të mbyllen krejt. Dhe këta në programin e tyre, mashtrimi i madh, kam premtuar mbylljen e plot, jo copy-paste të një ligji i cili në atë kohë nuk kaloj të gjitha procedurat e nevojshme. Unë uroj të arrin të mbyllin krejt, prapë e them, nuk kam asgjë kundër, por zgjidhjet e këtilla, edhe kjo zgjidhje më duket pak e dyshim, më interesona e ka ndërmend si shumë ligje tjera edhe këtë ta dërgojnë te Komisioni i Venecias apo nuk e dërgojnë këtë ligj, sepse edhe zgjidhjen për provimin e jurisprudencës sa e pa ta dëgjuar mendonin ta dërgojnë në Komisionin e Venecias, të shohim, po jo, të presim. megjithatë për ligjin në fjalë të jurisprudencës, sepse këtë temë konsumuam në pjesën fillestare, zoti Sali sot ka dalë me prononcim se kjo çështje do të rregullohet duke u dhënë pjesa teorike në gjuhën shqipe, ndërkaq pjesa praktike do të vazhdoj akoma në gjuhën maqedonase, nëse nuk gaboj, kështu ishte zgjidhje gjysmake. pjesë. Mendoj se është zgjidhje gjysmake dhe në kundërshtim me ligjin për zbatimin e gjuhëve, dhe unë nuk më besoj se studentët do ta pranojnë një zgjidhje të atill. Çfarë është efekti? Pjesa teorike në gjuhën shqipe, pjesa praktike në gjuhën maqedone. Këta duan me çdo kusht të mbrojnë interesat e atyre që thonë se gjuha shqipe nuk mund të zbatohet në procedurat gjyqësore. Tjetër efekt apo tjetër kontribut nuk ka një zgjidhje e tillë, që ata të përgatiten edhe në gjuhën maqedone. Unë nuk besoj se studentët do të jenë dakord me këtë zgjidhje gjysmake. Dhe plus është e paqartë, i pash edhe unë reagimet, mua mu duke paqartë, nuk e di si e kanë arritur, a do të shkojë në Komisionin e Venecias, apo jo, të shohim, të presim, sepse din që çështje të caktuara edhe t'i zvarrisin. Po se ligjet shkojnë në Komisionin e Venecias është një praktikë që është zbatuar në kohën tuaj. Edhe për ligjin që folëm, ligji për përdorimin e gjuhëve, gjithashtu ka qenë në Komisionin e Venecias nga zoti Osmani atë kohë. Nuk e ka dërguar zoti Osmani, ligjet i dërgon qeveria në Komisionin e Venecias. Po, një ministri është përgjegjëse. Atë kohë zoti Osmani ka qenë ministër për çështjet evropiane, sekretariati për çështjet evropiane. Jo çdo ligj dërgohet në Komisionin e Venecias dhe plus Komisioni i Venecias jep rekomandime, nuk ka mekanizma që të ta ndaloj të zbatosh një ligj apo të sjellësh një ligj, po të jep disa rekomandime bazuar në konventat dhe në pjesën tjetër të akteve ndërkombëtare në bazë të cilave funksionon. Mirë po, në qoftë se çdo ligj shkon në Komisionin e Venecias, atëherë mos kemi edhe legjislaturë fare, le të vendos për gjithçka Komisioni i Venecias. Mirë, tani zhvendosemi në tema tjera, derisa koalicioni Vlen e akuzon BDI që BDI po mbron mafian urbane në qytetin e Titovës, BDI akuzon koalicionin Vlen se po shet tokë ndërtimore për 1 eurometri katror. Çfarë po ndodh në Titovë, zonja Bilali? Me aq sa e shoh unë, domethënë po ndodhin disa përplasje midis dy bloqeve, po është fakt se qarkullon me të madhe se një pjesë jashtëzakonisht vitale e qytetit të Titovës shitet me çmime qesharake, me një program të mirëmenduar për qëllim përfitime personale apo ku ta diun të një grupi të caktuar apo të një klani të caktuar, shitje të cilat kanë ndodhur në qytetin e Titovës, qoftë monopoli, qoftë pjesa e parkingjeve, padyshim se duhet të potencohen dhe publiku, opinioni duhet të njoftohet me ato, dhe është detyre jona edhe si opozit, që sepse edhe neve kërkush nuk na ka kursyer dhe nuk na kursen akoma, që t'i nxjerrim në dritë apo t'i nxjerrim në shesh ato keqpërdorimet të cilat ndodhin me pronën publike në qytetin e Titovës. Mirë, ndalemi tek kongresi koalicionit Vlen. Ditën e djeshme, lidhja shqiptare e zotit Sela mbajti kongres në qytetin e Titovës, dhe nga pamjet që pa mu vërejt që aty prezent mysafir keni qenë ju dhe zoti Ademin nga BDI. Pra, BDI dërgon 2 përfaqësues, një nënkryetar dhe sekretarin e përgjithshëm në kongres partijak të një politikani shqiptar, pra të lidhjes shqiptare. Pse nuk pati përfaqësues nga BDI në kongresin e koalicionit Vlen më 9 maj? Sepse edhe ne kemi pasur një kongres në dhjetor të vitit të kaluar, dhe me sa më kujtohet mua,
përfaqësues të vlenit nuk kemi pasur. Edhe pse thirrja u dërgua të gjitha partive përveç të majtës, me sa më kujtohet nuk kemi pasur dhe normalisht se nuk jemi të obliguar që Pra po e ndjekni parimin e reciprocitetit, ata nuk kanë ardhur as ju nuk shkoni. Jo, nuk është vetëm punë e parimit të reciprocitetit, po është edhe punë e parimit të integritetit të çdo subjekti. Pra vetëm kjo ka qenë arsyeja kryesore. Me sa e kam kuptuar unë, ftesë ka pasur për të gjitha partitë politike, por e kemi vlerësuar se nuk duhet të marrim pjesë në atë kongres. Mirë. Kur jemi pak para ju, se jemi në pjesën e fundit dhe tani na duhet të diskutojmë disa çështje pak edhe me shpejtësi, pak para ju përmendët që duhet të mbahet llogari mbi programin ose sa ka realizuar vlen nga programi i tyre. Mirë, po publiku mban mend që edhe në programet e BDI-s disa herë në disa palë zgjedhjesh është përsëritur çështja e ndërtimit të autostradës Shkup-Llac, projekt infrastrukturor që 12 kilometra janë bërë sikurse të janë qindra mijëra kilometra dhe nuk po përfundojnë akoma. BDI përfundoi 22 vite qeverisje, ai projekt mbeti pa përfunduar, tani është vlen në pushtet. Pse BDI nuk e përfundoi këtë çështje? Është punuar në një pjesë të autostradës Shkup-Llac, nuk mund të themi se nuk është punuar as pak në atë autostradë, vërtet ka qenë pjesë e programit dhe ka qenë edhe qëllim dhe ka mbeti edhe një pjesë e 10 kilometra më duket për të punuar, të cilët nuk arritëm sepse ka pasur edhe, do me thënë, autostrada Shkup-Llac nuk ka qenë, nuk mund të themi se 20 vjet nuk u bës, ajo nuk ka qenë pjesë e programit që nga viti 2002. Do me thënë, kur për herë të parë. Ka qenë më vonë, ka hyrë si pjesë e programit më vonë. Dhe nga momenti kur ka hyrë si pjesë e programit, është punuar... Në vitin 2014 është filluar me këtë projekt. Dhe është punuar një pjesë... Pra 12 vite kanë kaluar. është punuar në një pjesë, mirë po këto 2 vitet e fundit, po shohim se nuk është punuar as pak në atë projekt apo në atë autostrat. Unë prapë them, shpresoj që të paktën të vazhdojnë aty ku e kemi lënë ne, të mos miren me të kaluarën, po të vazhdojnë aty ku e kemi lënë ne dhe të avansojnë edhe atë rrugë. Nuk mund të themi se BDI nuk e bëri për 20 vite, sepse në vitin 2002 kemi pasur atë shumë punë të tjera, të cilat është dashur që të investohemi, të punohet, të arrihet diçka, dhe autostrada Shkup-Llac nuk është parëndësishme, po një pjesë të projektimit teknik, të dokumentacionit teknik, një pjesë të ekspropriimit ka ndodhur, mirë po që nga momenti kur nuk është më BDI, shofim se nuk po ndodhë bukfalisht asgjë atje. Jam bërë disa fotografi, me sa më kujtohet, disa përqafime, jo, për One Stop Shop ishte, ajo gjëtë të cilën po ashtu e bëri, ligjin e kemi kaluar ne kur kemi qenë në mandatin 2020, ligji ka kaluar në vitin 2020-2024 dhe është dashur të hyjë në fuqi për shkak të rregullimit, sistematizimit, sepse ka aty edhe disa çështje të aparaturës, se si do të rregullohen, kush do të mbaj përgjegjësi për hyrjet, kush për daljet. Sepse edhe për pishinën e çajet ju thatë se është bërë nga BDI. Jo, te One Stop Shopi u la një kohë që të adaptohet gjendja faktike me nevojat apo me mënyrën e funksionimit të One Stop Shopit, se nuk është një lloj 2 pika, do me thënë 2 ndalesa dhe 1 ndalesë. Dhe u la një vacatio legis më e gjatë, apo të filloj të zbatohet ligji për një afat më të gjatë, që të mund të realizohen ato ndryshime, ato modifikime teknike, të cilën pastaj u bë në kohën kur dhe mirë që u bë. Do me thënë mirë që u bë, nuk kam asgjë kundër. Ajo punë. Edhe pse ligjet për One Stop Shop janë sjellë në kohën kur ne kemi qenë në pushtet. Mirë po sot qytetarët e shohin teksa kjo punë praktikohet. Dhe pikrisht kjo është sepse... Sepse për disa projekte ju po thoni mos përgjithësia nuk na takon neve ta bëjnë këta, ndërkaq tani për projekte që janë bërë po thoni që janë sjellë në kohën tonë. Po janë bërë. Ju vetveti po janë bërë. Jo, janë bërë. Ju po e dërgoni kujtesën. Po ne nuk mund të themi se nuk e kemi bë. Ne nuk mund të mbajmë faj. Po ju po mund të thoni që ju s'keni faj. Atëherë ju po thoni kështu, gjithçka që e keni bë ju, por le t'i shkruhet vlenit, po gjithë qka që nuk e keni bë ju, le t'ju shkruhet juve. Jo, ju po thonë, kjo është e pa drejt. Jo, nuk e theb. Jo, ashtu i bie, do me thënë teza. Ne nuk mund të tërhiqemi nga projekte të cilat i kemi zhvilluar. I keni nisur, ama nuk janë përfundu, se sikur t'kishin përfundu, atëherë këto s'kishin pas çfarë bëjnë tash. Dëgjoni, ligji është sjell dhe në dispozitat e fundit,
atëherë ka qenë se ky ligj do të filloj të Mirë, se zbatohet nëse është sjellë vitin nga 1 janari për shembull. Po, nëse është sjellë vitin 2020, në vitin 2024 ju keni përfunduar. Jo, më vonë është sjellë. Është sjellë 2023-shin, me sa më kujtohet, vera e vitit 2023 është sjellë. Dhe tash ja, shifni, këtu është neri 25 i ligjit për zbatimin e gjuhëve. Gjitha ligjet e kanë në fund një dispozitë të këtillë. Ky ligj hyn në fuqi, thot, në ditën e botimit në gazetën zyrtare. Ka mundësi, thot, ky ligj hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në gazetën zyrtare, sepse nevojitet një periudhë më gjatë e adaptimit si rezultat i modifikimeve teknike, reale e tjerë. Me thënë, dhe ne atë kemi bërë, nuk mund të themi se nuk e kemi bërë, po edhe nuk mund të mbajmë përgjegjësi për të gjitha ato për të cilat na fajson vleni, sepse, ja, te ligji për përdorimin e gjuhëve, ligji është, dispozitat janë, edhe për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, edhe për komisionet, si pjesë të cilat duhet të zbatojnë këtë ligj, po edhe për procedurat, neni 6, paragrafi 1, që të realizohet. Dhe tash këta, ne nuk mund të themi se nuk e kemi bërë këtë. Po, sepse tani ju po thoni që vlen nuk po e zbaton këtë ligj. Po e njëjta gjë nuk është zbatuar edhe në kohën tuaj, zonja Bilal. Nuk është zbatuar, nuk mund të ikim prej asaj, nuk është zbatuar, edhe pse legjislacioni në fuqi ka qenë, nuk është zbatuar, po kjo nuk nënkupton se nuk duhet të zbatohet edhe në të ardhmen. Sigurisht. Jemi krejt në fund. Anketa e fundit e publikuar e nxjerr vlenin në epërsi ndaj BDI-s. Këtu diku duhet i kemi edhe përqindjet. Si e vlerësoni ju rezultatet e kësaj ankete, i keni parë? Mua më duk shumë e dyshim të fillimisht shtëpia e cila e kishte realizuar, shtëpia anketuese, më duk shumë e dyshim, nuk ishte diçka me renome apo nga ato shtëpit anketuese që ja qëllojnë paka shumë, dhe dyta mendoj se është më shumë këtu i kam edhe rezultatet, pra Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim Sartum Rit. Normalisht edhe quhet Institut për Hulumtim, se s'ka shtëpi anketuese Partia vlen do të renditej forca e parë politike në bllokun shqiptar, duke lënë pas BDI-n, pra vlen me 34.5% dhe BDI me 30.9%. Ju frikson ky sondazh? Jo. As pak. Në fakt unë nuk i besoj. Po sikur BDI-t këtë qenë e përsi, do t'i besonit atëherë? Po, pa tjetër. Pse vetëm se është në favorin tuaj, po është instituti i njëjtë? Jo, në qoftë se një anketë del dhe nxjerr BDI, gjithçka ku del BDI e parë, janë anketa dhe institute kredibile, apo? Jo, shifni. Tani në kohën e digitalizimit, në kohën e rrjeteve sociale, në kohën kur informacionet përcillen në kohë shumë të shpejt, nuk ka nevojë shumë për ta matë opinionin publik të marrësh edhe anketat, sepse njerëzit janë aq, domethënë, të drejt për drejt në për rrjete sociale, sa që shprehen mjaftueshëm lirë për të bërë një matje që nuk është tregues i sakt, nuk mund të them se ju besoj 100% atyre fjalëve apo ndërhyrjeve që i bëjnë në rrjete sociale, por mendoj se kjo anketë është shumë larg realitetit. Si është realiteti së vërtetës? Mendoj se ne jemi në epërsi krahasuar me koalicionin. Po nëse morëm për bazë zgjedhjet e fundit lokale që kanë kaluar 6 muaj? Pikrisht, bashkë ato zgjedhje nëse i marrim për bazë dhe e krahasojmë votën për Këshillin Komunal, ne jemi në përparësi të jashtëzakonshme krahasuar me koalicionin Vlen, duke pas parasysh po ashtu edhe faktin se tani ata ju shkëput edhe një pjesë e Aleancës për shqiptarët, zotëria Arben Fetaj sot kishte dhënë dorëheqje, po. Mendoj se ata janë në rënje të lirë dhe nuk arritën ta realizojnë atë efektin që 5 subjekte të shkrihen në një, kemi dorëheqje, kemi largim apo distancim të njërit nga ministrat tjerë të atij koalicionit. Po, zotë Limoni. Mendoj se janë situata është më ndryshe. Ka komunikim BDI me zotë Limoni? Nuk mund të them, nuk mund të jap përgjigje. Unë sa kam informacioni jo, por nuk mund të them me siguri të plot, me bindje të plot. Po, me që vetë se jeni për shkak se veç e kam parë, tani nuk dua të dalim. Jo, është fakt, e ka thënë vetë zoti Limoni se nuk ka asgjë të përbashkët me Vlenin, madje i njëjti nuk ka qenë prezant as në kongresin e takime në Tiranë, në disa evente më saktësisht. Nuk dua që ta mohoj atë që është fakt, që është argument, po se ka raporte apo bisedime të tilla, nuk mendoj se ka diçka të tillë. Është gati BDI për zgjedhjet të parakohshme? Po, në çdo moment, këtë kemi kërkuar
qyshmë 9 maj të vitit 2024 dhe vazhdojmë ta kërkojmë edhe sot e kësaj dite. Në qoftë se ato anketa do t'ishin të sakta, mendoj se edhe Vleni do të jehonte tani duke kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme, e shohim se vazhdimisht... Po çfarë kërkoj Vlen më tepër ata vetë se janë në pushtet zonja Bilalli? Po ta përforcojnë akoma më shumë pushtetin dhe të na marrin kartën e legitimitetit nga duart, sepse ata janë në pushtet. Vlerësoni se akoma nuk e gëzojnë legitimitetin. Po jo, edhe pasi kanë nuk e vlerësoj unë, ashtu është. Në udhëheqje, në pushtetin lokal. Në votat për Këshillin Komunal, ata nuk kanë fituar. Ata i fituan kryetarët e komunave me një përkrahje të jashtëzakonshme nga VMRO-DPMNE, jo rastësisht VMRO-DPMNE nga viti 2024 8 maj deri në tetor të vitit 2025 pësoi një rënje prej 145.000 votave. Unë thjesht dyshoj se një pjesë e atyre mund të kenë shkuar edhe për t'i përkrahur partnerët e koalicionin Vlen nga ato vota, një pjesë mund t'a kenë humbur mbase edhe si rezultati pakënaqësive, po unë nuk konsideroj sepse një fitore prej 23-4.000 votave për këshillat komunal ka qenë në anën apo në favorin e Aleancës Kombëtare për Integrim, jo në anën e Vlenit. Dhe pikrisht duke u bazuar edhe në ato... A ekziston akoma AKI? Tani janë ndarë disa subjekte, po është me rëndësi se gjitha ato që e përbënin AKI janë pjesë opozitës dhe nuk i janë bashkuar. Mirë, se jemi krejt në fund, si qëndron puna në Gosivar, në komunën e Gosivarit, ka pasur përplasje mes BDI-s dhe Aleancës për shqiptarën? Jo, mirë janë ndarë disa pozicione, ka pas një marrëveshje për ndarje të ka harmoni bashkëpunëse me Zotit Limani dhe Valbon Limani, kryetarit aktual të komunës dhe kryetarit Këshillit që është nga BDI? Po, mendoj se vetë ndarja e pushtetit në nivel lokal tregon se ka një bashkëpunim dhe një njohje të kontributit nga të dyja anët, për shkak se disa drejtorë të cilët janë të BDI-s, edhe të ndërmarrjeve të shkollave e tjerë, janë drejtorë të BDI-s që i bie se ata e njohin kontributin të cilin e kemi dhënë ne gjatë të zgjedhjeve lokale. Do thotë i keni zgjidhur, s'ka më mos pajtime mes jush në Gosivar. Mirë është puna. Urojmë që të vazhdoja ashtu. Faleminderit. Mirë, zonja Bilalli, faleminderit për kohën tuaj, ne përfundojmë këtu këtë intervistë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Do të kisha dashur shumë të kem mundësi të debatoj me dikën nga koalicioni Vlen, por shpresoj se herën tjetër. Patjetër. Patjetër ne do të qëndrojmë këtu, jemi këtu për të nxitur debat publik mes dy bloqeve që qytetarët ta kenë më të lehtë për ta bërë zgjedhjen e duhur. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.